E nisim me ekipin Landriano. Alfie Groden me numër 2. Endri Brecani me numër 1. Arbër Brecani me numër 3. Me numër 4 Ajet Cahani. Dhe tashmë është rradha e ekipit Shkodran Sush Guc, besoj do të shoqërohet me Dora Trogitje. Damian Dekteshi me numër 2. Sendi Sinani me numër 3. John Ndoja me numër 4. Dhe Saad Kobliku me numër 1. Takimi do të gjikohet nga arbitrat Hans Frajer, Shkodër dhe Virentin Ndreu, Kolegjioni i Kamës. Si dhe arbitri i tretë Sergio Gjoni. Pasi thamë kemi 3 arbitrat që gjikojnë finalin. Sergio Gjoni, Hans Frajer dhe Virentin Ndreu. Nis finalja. Dhe vjen koshi i parë për ekipin Landriano me 2 pikë të Cahanit 2-0. Sekondat e para ekipi shqiptaro italian në kryesin 2-0. Ndoja duhet minuta parë e kësaj finalit madhe. Kopliku, vështërim me gjyqtarit Sergio Ndreu, topi për ekipin Shkodran Sush Guc. Ndoja mbëlohet nga italiani Brendon. 2-0 vazhdon avantazhi për ekipin Landriano. Sulmi është për Landriano dhe pika 3. Brenda minutës e parë ekipi Landriano kryeson 3-0. Ka nisur minuta e dytë. Një takim që po gjikohet nga një 3 arbitrës ndryshe nga të gjitha ndeshjet që janë gjikuar nga 2 arbitra. Takimi final është me një trup gjikuese për 3 gjyqtarësh. Vazhdon 3-0 avantazhi për ekipin Landriano. Ekipi Shkodran bën përpjekje të duara për të shënuar pikën e parë që akoma nuk e ka gjetur. Kopliku vazhdon të kombinimin me Ndojen. Ka pretendime për arbitrin Ndoja dhe Gjuan Cahani për 2 pikë. Nuk ishte në ndrim tek ekipi Shkodran. Largohet Kopliku, në lojë është Damian Dekteshi. Kombinon me Ndojen. Sinani për 2 pikë. Nuk i binte topi. Minuta 2. Landriano 3, Sush Guc Shkodër 0. Të gjëti e lirë e Ndojës pa sukses. Brecani për ekipin Landriano e humbet topin. Aksioni është tashmë për ekipin Shkodran Sush Guc. Damian Dekteshi kombinon me Sinani. Ekipet në zonë në tabel me shumë sukses e zgjiu duke finuar pikën e parë dhe duke marrë të gabim impresionant në favor të skuadrës e tij. Dhe tjetë ai vetë autori i këtij ekzekutimi për gjithë një tutje e lirë. Sinani
me sukses. Pika 2. Bersani në tabelë dhe shënon pikën e 4 për ekipin italian Landriano Bektesi të përton në tabelë. Bugohet nga Grodin, shumë entuziast. Grodin, italiani Grodin që luan për skuadrën e tij, faqet 8 i karikuar në këtë finale. 4-2 rezultati në finalen e madhe Landriano tani Suit Gutsvodër. Ndoja fiton gabim personal, ka të drejtën për 2 gjutët e lira. John Doja me gjutin e parë të lirë. 4-2 rezultati për ekipin Landriano. Një ke realizon. Ishte vetëm një mundësi për Dojen. Sahani nuk e saktë në gjutin nga distanca për 2 pikë. Tekniku Doj apingohet nga Brezzani. 3 minuta në drejt përfundimit. 4-2 kryeson Landriano ndaj ekipit Suit Guts të Shkodrës. John Ndoja tek via e gjutjeve të lira. Nuk i vinë të topi, e shpërdonon të gjutë të tjerë, për të Sahani shënon dhe mërë gabim personal. Një rrugë të punë nga mirë për Sahanin që të thonë avantajin e 5-2 dhe ka të drejten e gjutjes së lirë. Po luan mjaft mirë skuadra shqiptaro-italiane në të fillim ndeshje. Shënon dhe pikën e 6 ndaj gjytë të ekipit Shkodran. Bektesi për 2 pikë. Nuk shënon. Akoma nuk është futur në lojë skuadra Shkodrane me lojën e saj karakteristike. Përkohë që vjen pika 7 për ekipin Landriano. Është Sinani, është rrava ekipit Shkodran. Nuk arrin ta kuruzojnë me sukses se përpjekjen Sinani. Bektesi dhe fushën e lojës për Ndojen. Sahani për 2 pikë. Ndoja zotron topin. Luan për 2 pikë Ndoja dhe ka shënuar 4 pikë për Suit Guts. Rihapet takimi. 2 pikë shëzdonëse për ekipin Suit Guts nga Ndoja që rifut skuadrën e tij në emocionet e takimit. 7-4 kryeson ekipi shqiptaro-italian. Luhet minuta 4. Saad Gobniku. Ishte Sinani që nuk arrin të shënojë nga distanca. Është vjekja e Gobnikut përsëri Sinani dhe për të vetë në tabelë. Nuk janë momentet mira për skuadrën shkodrane, e cila shpërdoron disa aksione njëra pas tjetrës. Trajneri Bektesi duhet marrë masat e duhura për ta karikuar skuadrën, për të ndryshuar model loje. Aftësitë e trajnerit Bektesi janë të njohura në rolin e trajnerit, prandaj
7-4 kërëson ekipi shqiptare italian Landriano dhe ekipit Shkodran Syrit But. Shkon me 8-5, lut minuta 5. Nuk është i precizioni i duhur për basketbolistët Shkodran. Kopliku ndoja Bekteshi dhe vjen Koshi Koplikut 8-5. Groten nuk shënon Sinani Kopliku Sinani përkëron të përtimin të tabelë mërë gabim personal nuk ka gjujtje tjërë nuk ka top dhe favor të ekipit Shkodran ka filluar 5 minutë i dytë 8-5 për ekipin shqiptar italian Landriano pushimi për të dyja skuadrat tashmë duhen edhe 5 minuta finale për të lësuar ekipin kampion për të lësuar ekipin që do të shpërblehet me shumën prej 1.000 eurosh nga shoqata kombëtare e basketit 3x3 që drejtohet nga Shkodranet Roni Gjesej dhe Antonio Sabani. Kjo aktivitet të mbështetet nga Bashkia e Shkodër, Këshilli i Qarkut Shkodër dhe Federata Shqiptare e Basketbollit. Na kanë shoqëruar 4 ditë aktivitet, 4 ditë spektakel dhe emocione. Dhe tashmë është momenti final. Edhe 5 minuta mësohet ekipi kampion për të rritur dhe mbyllet aktivitetin. Kërëson ekipi shqiptare italian Landriano ndaj ekipit Shkodran Syrit But 8-5. Një dy pikësh i duhet ekipit Shkodran për të ndezur atmosferën. E provon Kopliku për nuk ja del. Nga ana tjetër Sahani që bën një gjë të tillë dhe e thellon diferencën në +5. Shumë gabime nga ekipi Shkodran. Në loj Bekteshi largohet për momentin Kopliku. Shpresohet tek përvoja e dyshës Bekteshi ndoja dhe forca dhe talenti e Sinani që janë fush. Vjen koçi i Damiano Bekteshi. Sahani që nga përgjigje. Spektakulari Gjongdojës që ndez atmosferën dhe shkurton diferencën e 12-10. Sahani Gjuan nuk qëman përfiton duke gabim personal edhe 3 minuta dhe 28 sekonda nga fundi. Koçi i Damian Bekteshi dhe i Gjongdojës me 2 pikë e rikthen skuadrën Shkodran në konkurrit. Edhe 3 minuta dhe 28 sekonda për të mbyllur gjithçka. Emocionet tashmë kanë mbritur kulmin.
13 Landriano, Itali, 10 Switch Boots, Shkodër. Kompliku e pafaqshme. Ka pretendime trajneri Bekeshi për gjyqtarin Ndreu, gjyqtari nga Kamza, kemi 3 gjyqtar, 2 janë nga Kamza, Sergio Ndreu dhe Sergio Gjoni dhe Lorenzo Ndreu dhe gjë nga Shkodra, Hans Sraje. Edhe 3 minuta dhe 9 sekonda për të mësuar ekipin kampion. Ekipin që shpërblet me 1.000 euro si kampion i kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3. Shumë doja ka të drejten e gjugjes e lirë. Komunikon në kolegën e tij Bekeshi, për t'i marrë një variant më sa duket dhe ka rezultuar me sukses kombinimi, konsultimi Bekeshi Ndoja Shënon, është një dyshe ish kampione e vazhdisë të kushme. Dhe një pika tjetër e Gjondojës, 13-12, një pikë diferencë dhe favor të ekipit italian. 20 atmosfera, topi për ekipin Shkodran, Kompliku, Sinani, Kompliku për 2 pikë. Nuk është saktë, po përsi topi është për ekipin Shkodran. Sinani për 2 pikë. Gabon dhe Sinani janë 2 shpërdorime rravazi të 2 trive të talentuar Kompliku dhe Sinani, të cilët mund t'i jepin avantazhin ekipit Shkodran Switch Boots. Është rrava për ekipin Landriano, që Gabon Sahani, mundësia mirë për ekipin Shkodran. Kompliku kombinon me Sinani e pafaqshme. Disa shpërdorime të tilla në tabelë, kur ka gabim personal në favor të Sinani. Do të ishte më pozitive edhe kosti për gjithësi. Është mundësia të barazojë rezultatin Sinani. E shpërdoron të parën. Edhe një mundësi do përgjitje Kompliku. 20 atmosfera, edhe 2 minuta dhe 22 sekonda nga fundi. Skendi Sinani në këgjutje të një të një. Shënon dhe barazohet rezultati. Po në qasë vjen në ndështimi me 2 pikët e distancës nga Landriano. Sinani dëpërton, nuk shënon, fiton gabim personal. Edhe 2 minuta dhe 22 sekonda, 2 pikë plus ekipi italian. Gabon Sahani. Landriano. Edhe 2 minuta dhe 14 sekonda nga fundi, 15-13 plotën Landriano, ndërkohë që në tavolinën e gjyqtarisë ka mbritur trofeu i kupës që pret fituesin. Trofeu që është sponsorizuar nga Kancelleria Tim me pronar Shpëtim Bekeshin. Ndërkohë që çmimi prej 1.000 eurosh është nga kompania Midea
që ka sponsorizuar kompania e konduksionerëve të cilët kanë sponsorizuar çmimin fitues për 1.000 euro. Me administrator Fred Zefi, shpërbimi për 1.000 euro që vjen nga kompania. Kompania Midea me drejtues Fred Zefi, kompania konduksionerëve do të shpërdaj çmimin 1.000 euro për ekipin kampion. Dërsa trofeun e ka sponsorizuar kancelleritin me pronarës Shqipin Bekteshi. Emocionet janë drejt fundit. Edhe 1 minutë dhe 58 sekonda nga mbyllja e kësaj finale dhe e gjithë kampionati ndërkombëtar të basketit 3-3. Kompliku për 2 pikë. Nuk i shënon. Gabon edhe ekipi kombëtar Bekteshi. Depërtim me ti energjik të drejt koshit dhe merke gabim personal në favor të ekipit e tij. I ka vënë me tepër koraje, me tepër besim, me tepër karrikim skuadrës. Damian Bekteshi, kapiteni i ekipit së Zgut. Bravo Bekteshi, 16-14 për Landriano në ekipin shqiptaro italian. Edhe 1 minutë dhe 40 sekonda Bekteshi përsëri. Në tabel! I shkëlqyer Bekteshi. Edhe 1 pikë për të barazuar rezultatin. Por Landriano vazhdon të kryesojë me merit 16-15. Bekteshi për Sinanin. Tension të skuadra së Zgut. Pas humbjes së këtij aksioni, kur mund të barazojë rezultatin. Edhe 1 minutë e 18 sekonda. Luhet për 1.000 euro. Nuk janë pak ekipin fitues. Shënon Bresani 18-15. Kompliku 18-17 edhe 55 sekonda nga fundi. Kompliku përsëri. Ekipi shqiptaro italian Landriano po shkon me merit duke drejt finales, po të presin. Ka edhe 50 sekonda. Shënon Landriano me Brendon 19-17. Nuk dorëzohet Landriano, ekipi shqiptaro italian i cili po kryeson me merit dhe po shkon drejt fitores e trofeut, por basketbolli, atë më tepër basket 3-3 ka shumë të papritura. Edhe 49 sekonda lojë. Groden, italiani Groden, ka shënuar 20-17. Sinani, që ndojen në tabel, ka fituar gabim personal 2 gjujtje për Gjondojën. Kërkon pushim Damian Bekteshi. Emocionet të nderuar spanishëm janë në kulminacion. Edhe 22 sekonda lojë për të mësuar ekipin kampion të kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3. Aktivitet
i organizuar nga shoqata kombëtare e basketit 3-3 me drejtuesit Shkodran, Roni Gjecaj dhe Antonio Shabani. Ekipi shqiptaro-italian Landriano është me pranë suksesit, kryeson me 3 pikë plus, por kaloi edhe 22 sekonda. Basketbolli i pranon përmbysjet e tilla. Gjëndoja të gjia e gjutjeve të tjera ka mundësi ta shkurtoj diferencën nëse është sakt. Do atrukit e përndojen, e ka shënuar pikën e 18, edhe një mundësi nëse shënon atëherë diferenca është në 1 pikë. Sëri Gjëndoja të qërosh me do atrukitjet e publikut. Gjëndoja edhe pikën e dytë, 20-19, edhe 22 sekonda lojë. Tokit për ekipin Shkodran, Suizgut, Kopliku, Gjutje Kopliku, e ka humbur kontrolin e tokit dhe shkakton gabim personal. Që ishte fatale, ndërkohë që kërkoi sulmi për ekipin Shkodran që të kurrëzoj me sukses dhe për të marrë avantazhin, vjen ky gabim personal me 2 gjutjet e lira për ekipin Landriano. Brecani e ka shënuar 21-19. Marë është mbyllur takimi edhe